Së dyti, ky zotëri përpiqet të mjegullojë qëndrimet e Partisë Demokratike në proces të integrimit. E ka bërë dhe vazhdon ta bëjë ai këtë. Tani unë duhet t'i them po këtu. Forca jonë politike është forca që ka firmosur të gjitha marrëveshjet e integrimit në procesin e integrimit, ka marrë rekomandimin për statusin e kandidatit që ka bllokuar Edi Rama me 3 ligjet dhe përveç hapjes negociatave çdo marrëveshje tjetër. Është forcë politike që ka qenë dhe mbetet lokomotiv e proceseve të integrimit. Është forcë politike e cila ka shpallur si interesin madhor kombëtar, më madhor kombëtar shqiptarëve integrimin në Bashkimin Evropian. Por është forca politike e cila ka qenë shumë e sinqert me partnerët dhe nuk ka pranuar kur të mashtrojë. Të mashtrojë partnerët dhe të mashtrojë shqiptarët. Forca jonë politike ka qenë dhe mbetet e vendosur për një integrim të bazuar në meritë, për të bërë gjithçka që Shqipëria të meritoj dhe të garantoj që s'është kur pegmarrja kulturës shqiptarëve, siç paraqisti ju Akshin. Dhe e bën këtë në kohën e komunikimeve me shpejtësi drite. Gënjeshtra e dytë e madhe e tij është në Komunitetin Ndërkombëtar për Partinë Demokratike, do ja u them unë ju këtu dhe ta dinë, se agenda jonë është manga. Agenda jonë, në qoftë se ne kishim vendosur të ishte manga, ne nuk fshihnim asgjë. Agenda jonë është integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pikë. Kjo histori e turpshme, mashtrimi filloi me një trillim të pandëgjuar ndonjëherë se Donald Trump kur erdhi la Civita, ka ardhur me një çek $9 miliard për të bllokuar integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe kjo është qarkulluar në nivelet më të larta. Turp me madh, domethënë. Por ne, pavarësisht nga kjo, kemi treguar durim, kemi bërë sqarime, kemi qenë të ndershëm në qëndrimet tona, kemi deklaruar se Shqipëria s'plotëson absolutisht asnjë kusht përveç pozicionit gjeostrategjik të saj. Dhe u faktua kjo. Nuk plotëson, sepse ne e njihnim ç'po bën Edi Rama. Edi Rama ndërton narkoshtetin këtu. Por për të akuzuar opozitën, sigurisht ne kemi marrëdhënie pa diskutim me Shtetet e Bashkuara dhe ne kemi disa specifika. Nuk e mohojmë atë. Nuk e mohojmë kur. Kosova s'do ishte e lirë. Pa Shtetet e Bashkuara, lera askush mos mendoj se ne e harrojmë, të mendoj se ne e harrojmë këtë, jo. Po kjo nuk ka. Dhe tani për të ndihmuar Edi Ramën, shtron prapë çështjen se disa kanë agjend mangen, mos kanë agjend integrimin evropian. Unë mendoj se nuk i shërben. I shërben Edi Ramës me këto zotëria juaj. Dhe unë nuk kam dëshirë në absolute as të përgjigjem,
Po unë jam skandalizuar kur kam mësuar këto. Dhe ky është i qëllimi përsëritur. Pse nalem këtu? Nalem këtu që ne duhet vazhdojmë betejën tonë.